Një shtetas shqiptar i dënuar për kultivim droge ka shmangur dëbimin nga Mbretëria e Bashkuar pasi një gjykatë vendosi se kthimi i tij në Shqipëri do të kishte pasoja padrejtësisht të ashpra për partneren e tij e cila nuk flet shqip dhe nuk ka lidhje me vendin. Armando Iberhasaj u dënua me 4 muaj burg pasi u kap duke kultivuar mbi 200 bim kanabisi. Iberhasaj u shpreh se dëbimi do të shkelte të drejtën e tij për jetë familjare, sipas Nenit 8 të Konventës Europiane për të drejtat e njerëzit, duke theksuar se dënimi në 1 vit nuk e bënte subjekt të dëbimit automatik. Gjykatësja e lartë e emigracionit pranoi se kultivimi i kanabisit mund të shkaktojë dëm serioz shoqëror, por theksoi se dënimi prej 4 muajsh tregonte se vepra në rrethana konkrete nuk përbënte dëm serioz sipas ligjit të emigracionit. Ajo vendosi se dëbimi do të ishte padrejtësisht i ashpër për partneren e Iberhasajt, e cila nuk është me origjinë shqiptare, nuk ka vizituar kurrë Shqipërinë dhe nuk flet gjuhën. Gjykata pranoi se ajo është e përkushtuar ndaj punës, si dhe aktualisht ofron kujdes të përditshëm për nënën dhe motrën e saj. Kjo e fundit nën kontrolle mjekësore për një diagnozë të mundshme kanceri. Gjykata theksoi se kufizimi i mbështetjes familjare vetëm përmes komunikimit në distancë do të kishte pasoja të rënda për partneren. Iberhasaj kishte hyrë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2019 dhe u arrestua vetëm pak muaj më vonë për kultivimin e drogës.